Pra mendoni që edhe Spaku si institucion nuk ka, po themi, kapacitetet jo vetëm po themi logjistike, por nuk ka dhe guximin për të hetuar, po themi, politikën? Jo se nuk ka guximin, po janë një sër mekanizmash. Ti ke qenë shumë afër realitetit të gjykatës krimeve të rënda të asaj kohe, e cila erdhi me një pompozitet shumë të madh. Fillimisht kishte vendime shumë të ashpra, dënime shumë të ashpra për sasi lëndësh narkotike, po marrasin e apo për të ashtu quajtur organizata grupe. Po, dhe në fund, mas disa vitesh, kjo gjykat më pak dënim jep te kjo gjykat, ndërkohë se për disa gram në prokurit e rrethave të thjeshta, njerëzit dënoheshin 5 vite me gjykim shkurtuar 3-4 vite, ndërkohë që këta dënonin 6 vite me 4 gjykim shkurtuar për sasi që kalonin dhe me qindra kilograme me radhë. Po çfarë mendon Pra, Spaku në fakt? unë Spaku ka bërë punë, nuk jam kundra ekzistencës Spakut, as kundra disa goditjeve që janë bërë, sidomos në aspektin e kontingjentit kriminal, ashtu edhe në aspektin e funksionarëve zyrtarëve shtetëror. Por Spaku që të jetë efikas duhet të ketë një numër më të madh individësh që ushtrojnë funksionet e prokurorit në Spak. E dyta, duhet të ketë një byro kombëtare hetimi me profesionistë të zgjedhur. Jo të deleguar nga partia, në fakt, është e vërtetë kjo. Ne dim shumë mirë të shkoj zoti Nezha, Ardian Nezha, që ne njohim personalisht, të shkoj Ylli Pjetërnika apo dikush tjetër, e të bëjnë prova në atje në fushat e qendrës servitore të repartit special Renea, ndërkohë që fiton zonja Hajno, pa desh unë se njoh personalisht, po nga pamja fizike, me që merren pak dhe me sport vedh, dyshoj që ajo mund t'i ketë fituar garat, pak një nga elementet. E tjerë me radhë. Që po të kishte i byro kombëtare hetimi me profesionistë, kur them me profesionistë, njerëz që me vërtet dinë po janë oficerë të sot, dhe me një numër më të shtuar, absolutisht Spaku do kishte akoma shumë rendiment, do ishte më efektiv, më i shpejt. Drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Pra, nëse i humb aktualiteti dhe njerëzit presin që të shikojnë emisione të tilla si Opinioni, ku merret përsipër të bëjë gjykimin shkallë të parë i faktit, gjykimin apel edhe në gjykatë lartë, imagjinoni vetë, pra e vërteta varroset. Në fakt historikisht kur politika është përfshirë në emisionin investigativ, dosjet kanë përfunduar si mos më keq. Po për t'ju kthyer edhe një herë me te shkarkimi, në fakt ky shkarkimi nga sistemi prokurorial është i dyti, sepse në vitin 2004 ish prokurori Dhori Sallaku ju shkërkoi në atë kohë, çfarë ndodhi në atë kohë dhe pse erdhi kjo përplasje? Ka qenë një ngjarje kriminale me pasojë vdekjen një person i cili merresh me lojra fati dhe me exchange, i cili u vra në banesën e tij. Në atë çështje kanë qenë disa të arrestuar, është vendosur zëvendësimi i masë sigurimit për një individ, pastaj është vendosur për zëvendësimi për një person tjetër. I përkisnin 2 shtresave sociale të ndryshme, po edhe nga pikpamja e interesave ishin kundërshtar me njëri tjetrin. Pra nuk mund ndodhte që edhe njëri dhe tjetri të ishin bashkë në realizimin e asaj ngjarje kriminale, e cila më vonë doli se s'kishte fare me asnjërin prej tyre. Është bërë zëvendësimi i masës sigurimit me konsensusin e drejtuesit prokurisë asaj kohe, që prokuria është organ unik i centralizuar për kërkohesh mendimin e tij, për të parë, është bërë edhe për të dytën. Mirë, po ai për shkak të njohjeve me prokurorin e përgjithshëm të asaj kohe, zotin Sallaku, vendosën që nisin procedim disiplinor, por mua ka qenë rrufë në qellë të hapur sa s'm ka shku mendja që mund. E vërtet është unë jam shkarku për guximin profesional që kam pas, edhe pa pjekurin thojza të eksperiencës. Për shkak të moshës që unë mes 70 personave, gjykatës apelit dhe gjykatës shkallës parë dhe prokurive të dy respektive, në analizën vjetore, më pyet prokurori i përgjithshëm për një ngjarje dhe i them ke bën një cilësim gabuar juridik, më tha, se kështu i kishin thonë këto që ja kishin referuar ngjarjen. I thash, më vjen keq zoti prokuror, po gjykata e apelit ka lënë fuqi cilësimin juridik që kam thonë unë, sepse është gjykata që vendos, juristët e dinë, ne jemi pa në proces, si ne si avokat. Ai si duket e rrëmbeu emocioni, zakonisht ai për shkak të detyrës po dhet vetë si individ në ato kohë ka qenë më i përmbajtur, por si duket ishte në euforinë e pushtetit. Dhe më thotë nuk ka gjithmonë të drejtë gjykata. Kur tha këtë, imagjinoni një njerëz idealist, sapo kisha dalë nga bankat e shkollës, unë s'kisha 3 vite punë si kisha bërë.
Dhe I them, me që thonë ju me cilësinë e prokurorit përgjithshëm, unë s'kam fjalë edhe ula në mënyrë demonstrative. Pra I thash kuptohesh që gabova, po e thash në mënyrë demonstrative. Kjo më penalizoi, mësoi dhe shkarkim. Megjithatë, gjykata e lartë më dha drejt, më riktheu në detyrë, më dha dhe pagat, por edhe vetaj personalisht nuk bëri më rezistencë. Ndjes pas Stavri Koçollari, sekretari I përgjithshëm bëri edhe pagesat e pagës. Prapambetura, e maj mend atë kohë, por ideja që pasi ju nga sistemi si prokuror, ju punut si avokat. Në fakt në atë kohë besoj ne kemi pas diskutuar edhe në atë kohë ka pas batuta pafund, po si ishte të dalish nga krahu I akuzës, të dalish në krahun e mbrojtjes. Tani duhet shpjegoj diçka. E para në profesionin ton lejohet që ta ushtrosh zanatin ose profesionin në disa zhandre të ndryshme. Mund të jesh notar, mund të jesh avokat, mund të jesh përmbarues, mund të jesh oficer I policisë gjyqësore, prokuror ose gjyqtar. E rëndësishme është që në zbatimin e ligjit mos jesh emocional. E dyta, mos bësh kompromis për mënyrën e interpretimit të ligjit në favor të interesave të caktuara. Pra mund të jesh fare mirë prokuror, po bën avokatin e krimit, edhe ke prapë veshin e prokurorit. Mund të jesh avokat dhe përpiqesh që në vend që të mbrosh mënyrën e zbatimit të ligjit, ti të bësh palë dhe të kalosh siç ka ndodhur me avokat vitet e fundit që kanë kaluar fare në bashkëpunim të hapur me klientët. Kështu që mos ta vulgarizojmë si shembull, po mos ta banalizojmë. Kur je avokat, ti mbron procedurën e marrjes së provave. Pra, as njerëzit nuk duhet të kuptojnë, të perceptojnë që avokati është si klienti. Jo, klienti ka nevojë për një avokat. Ti shkon e bën mbrojtjen e tij për sa I përket mënyrës së marrjes provave. Po ti nuk shkon ta mbrosh atë kur ai ka bën një vepër penale në kuptimin negativ të fjalës, edhe ti bësh palë me atë që të nxjerrësh edhe të fitosh lëvdallat e atij personi apo përfitimin ekonomik nga individ. Unë besoj që kam dëshmuar integritet në drejtimin profesional. Nuk kam bëu gjëra që nuk bëhen në aspektin e thonë në gjuhën e përditshme. Unë kam mbrojt klientët nga pikpama procedurale.